Shiko, vetëm gjë që më shtyu për tjetër përpara ishte një dëmtim që ishte serioz në 2022 që kam qenë në formën tim më të mirë, pas shpallës kampion bote, ishte kampionati evropian që ishte në Shqipëri dhe aty psova një dëmtim, një traumë jashtëzakonisht shumë të vështirë dhe ku ishte në Kavilje nëse? Jo, në qaf, në klavikull. Këtë se 5-6. Një problem që ishte dhe funksionimi i dorës ishte jashtëzakonisht shumë të vështirë dhe aty domosdoshmë ishte paralizë pjeshme domethënë bio. Po, paralizë pjeshme aty sepse çdo vizitë që bëj ishte domethënë gjëja e parë ishte operacion që është rrugë pa shmangshëm, po fal miqve që un kam jashtë doktor Alban Merepeza që është një fizioterapist ndër më të mirë që është sot në qarkullim dhe miqt e mjet Gjergjan që thon absolutisht sepse është fundi i karrierës dhe normalisht po, normalisht dorë nuk do të jetë më si më parë, do të thjesht do vazhdosh me seansa fizioterapie dhe do të shtrënguar dhëmbët? Po diskutim dhe i vendosa vetes disa kurse dhe pas shumë kohë që ishim fizioterapi pak një 3-4 muaj pa ndërprerje bëri që të ndrohej sërish dhe të rikthehet